Si e vërteton drejtoria e tatimeve se sa të ardhura fiton një influencer? Se shumë reklama, po e marrin pjesën e reklamave në Instagram bëhen në të zezë. Unë mund të them për shembull që unë kam reklamuar filan produkt falas. E kam bërë me clearing, pra unë nuk kam marrë asnjë para. Si hetohet ky rast? Si hetojnë influencerat pra? Këto janë procedura shumë të vështira. Unë kujtohet para 10 vitesh ka filluar pikërisht një hetim i tillë në Gjermani për influencerët dhe youtubersat dhe janë ngritur grupe të posaçme të cilët shikonin të gjitha videot e pikërisht këtyre influencerëve, numëronin produktet që ato shfaqnin, merrin një çmim mesatar tregu që të kërkonin pikërisht ato lek në fund. Nuk e besoj se ne kemi këtë infrastrukturë në Shqipëri, kështu që unë besoj se ajo do ngelet akoma në zonën gri, një e ardhur e cila nuk do të tatohet dot lehtësisht. Por ne kemi këtë gjë, nuk e kemi vetëm me influencer, ne këtë gjë kemi edhe me mediat e tjera, në cilën bën barter deals me shkëmbim, për shembull me portale në cilën ne shikojmë baneret nga lloj-lloj kompanish, nga do e dim ne a janë transferuar atje para apo janë clearing. Janë clearing për produkte, për shërbime e të tjera.